jemi këtu kundra të gjitha tyre që janë ullur në atë karrike. Ne jemi këtu kundra një sistemi që na të boj një zemra po heqin Shqipërinë e na për të parën herë jena mledh. E unë dua që ju mos dorësoheni. E unë dua që ju ta qoni këtë betejë në të gjitha mënyrat deri në fund. Ramon Berisha Burr. Se ka një arsye pse ne jemi këtu. Ton mërë Zotriti, ku jeton? Të thash para 7-8 vjetësh e janë në fshat. Cilin fshat erdhe ti? Dhe ato fshatarë që ti isha aty një përzuri. Jo, që fshatarët nga fshati mërë. Kë nuk vlerëson prodhimin vandas. Kë nuk vlerëson dhe i të fundit nuk e vlerëson i do të huaja. Po si kemi turizëm. Si ka turizëm në këtë vend ku s'ka prodhim vandas. Si presim ne turistët me pulat e Brazilit. Ju po hani keca brazilian, ju nuk hani më produkte shqiptare. Ne na helmojnë, ne na kanë helmuar arsimin, ne na kanë helmuar shtetësinë. Kam në të ardhën time për me ardhë një ditë e tokat i gjyshit tim. Po jo prej teje, kam ardhë që fëmijët e mi të rriten me gjyshe në gjyshe. Se unë jam këtu për të gjithë ata njerëz mi që janë në Amerikë, që janë në Itali, që shkenin gjak se kanë zemër në Shqipëri. Qau në shqiptarë se që në gjuhë, qau se qau. Shqipërinë se keni harru e kjo është e me bukur, unë du me shku në Europë, unë jam e para që du me shku në Europë, unë, po me cilat rrugë që e në Europë unë, e rrugën që s'përshtrove kur, se të shkoj në naftën që me ki po më shtrejnë në gjithë botën, se të shkoj unë në Europë, në shkollat që mi gjelon, po praktisura, si të shkoj unë në Europë, se unë Europën e du, 1 milion herë ma mirë, ma shumë se ti. E du ma fort se ti. Jetoni në realitet paralel. Këta njerës kanë ndërtuar salajet e tyre. Këta njerës duke filluar nga ato të hipotetet e zdromt që kemi atje. Janë shkëputur për jush. Ato jetojnë në resortet e luksit. Në ratin e tyre dhe nuk e shojnë se ne ham buk me miell serb. Kapur për fyti. Jam këtu. Ramon Berisha Burr.